Jeton të lutna. Nuk është kriter Këshilli i Evropës për antarësim. Lutem, mendo çka po fol, nuk mundësh. Jo, nuk e lëm me fol. Ky mandi, Jo, po abedin. Unë s'po të ngusi, po për besë, adhe nuk i s'ka me kalzun këtë nivelin keni boj ju. A e keni në Dhe e nëse je profesoresha atje, dush më mësua dhe me dëgju. Veç pak, për shkak se vjet çfarë progresi keni bërë se kisha ardhur se a di cilën tashmë si po flet, a di cilën kërkesa kryesore për edhe nëse e ki 100% sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit, krejt nëse i ki 100%, a di cilën kërkesa kryesore? Marrëveshja 2013-s që e keni nënshkruar. Apo e 2023-s edhe? Jo, edhe 2015-s që ju ka rata në Dhe keni kthy mandi, jo, po abedin. Unë s'po të ngusi, po për besë, adhe nuk i s'ka me kalzun këtë nivelin e tretë politik asociacioni. Shka është, a mund është jeton asociacionin e keni bo dhe e keni fut arbitrazhën dhe rezolutën 1244. Kjo është marrëveshja që e keni bo ju. Dhe asociacionin në kohën kur ne e kemi bo ka qenë marrëveshje dhe ka qenë mekanizëm koordinus, por jo niveli tretë administrativ si që keni boju. Dhe e keni kthy, e keni fut arbitrazhin, e keni fut rezolutën 1244. Nëse bon veç me plotësu që pjesën e... Jo s'munësh me plotësu pa e kryon. Jo s'munësh e... Jo, pa ta dhon fjallën jeta, e vendos ta dhone... A bon unë veç me të pytë, Jo, nuk e la me folë. Nuk e la me folë, po du me i pre asociacionit, sepse të dy palët... me dëgju, edhe dush më mësu... Po e akuzoni, veç pak, jeton, fole për korupcionin... Nëse je profesoresha atje, dush më mësu edhe me dëgju. Veç pak, të lutëm, jeton e përmene korupcionin, unë po du me thonë që Kosova nuk ka strategji korupcionin që 3 vite, është njën e pikushteve me pas. Edhe për kundër këtyre danave të mira, pse s'ki strategji të korupcionin si qeveri që 3 vite? Vesita që po kthena, se o përmen në raport të BE-s që strategji kundër korupcionit qeveria Kosovës ka bo që 3 vjetë. Okej, po që e qita së nërën, për qita edhe disa sene tjera, dhe që është bëjnë pak debat. Ndodhët pa tjetër me kry këtanë, se s'mund dhe vishë me thonë pohime të cilat nuk qëndrojnë. Dialogu është këthy në kriter të antarësimit. Dialogu... Ka qenë, vala jeton. Po dhe po... So këthy, po ka qenë. Hone donë ka qenë, se na kena qenë... Vetëm se ka nisë në jeta... Kena qenë shtet i varëm prej BE-s. Me... E u leksin që ka. A ban ti, po, anë ti e ki mendimin tanë, po të thamë në temen, dialogu ka njës në 2011, ndërkohë që ka kalu, ka njës si teknik, kaloj në asociacion, shkoj në gjykatë asociacioni, edhe mbet atu si kërkese përhershme, për të adresu në marrëdhëniet me Serbinë. Ne, çka kemi bërë, është që jemi fokusu në avancimin e demokracisë, të ekonomisë, progresin shoqëror, në ndërkohë me nda prej dialogut procesin e zhvillimit të shtetit. Pse? Sepse nuk jetojmë në dialog, ne jetojmë në Kosovë. Marrëdhëniet me... Ti ja ke bojë zmetin me nda, veç pak. Ja ke bojë zmetin, veç po du me të pyet, a e ka nda Evropa? Në fund, a e ka nda... Mendoj që, sepse këtu përmen edhe Këshilli i Evropës, pas një lidhje, sepse jena të full s'ka lidhje, s'mundësh me avazhdu... është kriter, abedin, përveç po vendos sa në kod. Mundësh jeton të lutna. Nuk është kriter Këshilli i Evropës për antarësim. Lutem, mendo çka po fol, nuk mundësh me avansu në rrugtimin drejt integrimit në BE, pa i plotësu kriteret themelore të Kopenhagës që dalin nga Këshilli i Evropës. Po pse s'pi vlerëson? Nuk mundësh, sepse është Këshilli i Evropës ai i cili ta jep vulën e parë që vazhdon më tutje. Lutem, jeton, mos hime polemizu me senet të cilat nuk i din. Lutem, vazhdo lezo letra që i pas ke marrë të shkrume, po nuk të kanë... Letra du të me lezu, ti kështë lezu edhe ti se kështë pasi debat. Mimoza, a mujmë të lutë me lanë me përfundu, mandita e fjole. Në Këshillin e Evropës e kina në raport të juristëve eminent të cilët e kanë vlerësu, e kanë skanu gjendjen e Kosovës në përputhje me kërkesat për antarësim Këshillin e Evropës. Edhe ata thojnë, në rastin e kushtetutës së Kosovës, standardet janë përtej atyre ndërkombëtare. Ti dush me marrë këta si të mirëqenë, që ti standardet ndërkombëtare sa i përket kornizës kushtetuese i ki. Mësoj që si ki, sepse e dëmton vetën edhe shtetin. Kështu që në lidhje me antarësimin në Bashkimin Evropian, ne nuk kemi asnjë pengesë të madhe të orientimit strategjik e të kornizës kushtetuese, të cilën nuk na lejon me ecë përpara. Bile jemi shumë të avancuar.